Përshëndetje nderuar Gjergj. Faleminderit që e bune një hyrje të tillë në podcastin Pode me Kast. Jemi këtu me Shkelzenin. Përshëndetje Shkelzen. Përshëndetje. Unë meta pa fjalë për kësaj muzike dhe habita me qiteli. Bile nuk e pritëm hiç që Gjergji ka me orë me qifteli edhe me na buni performance tillë me interpretimin e tij me qifteli. Përshëndetje dhe juve. Uroj të kaloj mirë këtë emision, edhe qiftelia është instrumenti jam i parë, karrierën time muzikore. Që ju domethënë keni fillu me mësu, qysh me... Po, pim fëmijë edhe... Domethënë dashnia jote... Pata qeft me qifteli me ha pak, me kujtu karrierën pak minis. Që ke qitelia sefte shka ke nisa dhe një qetër, Po më duket qiftelia ko ka diçka e veçantë, se pas ka një shqipunj, a ki domethënë ndresh vet? Ja, kum ble. Kum ble në Shqipni në dorë se kum ble. Qysh ben dorë, zonë në dorë s'ku shumë shkon veç më lanë deti? Edhe qitelia po shit kanë atje, a? Edhe qiftelia shesin atje, shesin instrumente sa të dush, edhe Shqipnia djetë. Që shëpate ti qiftelinë e parë, ku e more, ku shta blejtja, ku e ndreqja? Qiftelinë e parë, ma ka ble baba, kena ble në Gilan, po tash... A të kujtohet që shukon? Nuk e majment. Qiftelinë e majment se ka shumë bjek. Ka 40 bjek. Për shembull ju si këngëtare keni nis me qifteli, se dikush me nis me piano, se... me klarinet ose ku e di çka ose shkoj me shkollë të muzikës e tjerë. Unë e kum nis me qifteli fillimin. Domethënë fëmijë pin 4 vjet. 3-4 vjet që i kum pas, kur e kum nis me qifteli. Tani mas andej kum edhe gitarën e kum pas pak, si instrument kështu, po shumë shkurt gitarën. Domethënë instrumenta me tela? Po, instrumenta me tela zakonisht. Po pak ma vonë tani fillova klarinetin. Kum punu me klarinet shumë vjet. Këto instrumentet me tela, Gjergj, ku i mësove? Qysh të erdha inspirim? Vet, meraki madh për muzikë edhe... Interesant, unë për shembull më herët kom pas dëshirë me mësu gitarën, ose i shifsha do video në YouTube, me kështu qysh i mësova me i ra gitarës. Mirë po, ku e di, ndoshta duhet vesh, ose duhet me kështu qysh duhet me bu, ose... Mes pari gishta, ta në vesh, për gitarë. Që Gjergji më ka zonë për ta, ke di ma mirë. Muzikë është e kundërta. Muzikë është e kundërta. Muzikë dihet që mas pari dush me pas vesh muzikal. Se unë gjithu mundesha me kështu çka po bënaj dhe une me bëhet njëjtën, ose me piano janë disa programe që çështë ta bëj aja ti me gishta me... Ja, muzikë dush me pas vesh muzikal. Të na thoni fjalë popullore dush me koni lem për muzikë. Me lem, për me të bleme. Mund me mësu ndërkohë, po nuk e mëson atë bazën që shdohet. Okej. Për me marrë bazën e mirë, e marrin veç ata muzikantët që janë, po një me janë muzikantët lem. Ama do më thonë, sen që mësohet, apo? Po me punë që s'ka mësohet, jo veç muzika. Çdo profesion, që ose i përkushtohet, tamam, këtë mësohet. Ty Gjergj, për me prezentu për ata ndjekësit e podcastit, mas pari po më përshtypje që jam një jotë Gjergj, se të në nuk është për zakonç. Gjergj edhe musliman, po, nejse, ne kemi një model, Skënderbeun. Këtë kom pak si... Këtë shprejën Gjergj edhe muslimanëve, dhe kom pak si ajgare se
Unë kom punu shumë vjet me një grup shumë i njoftën Gjavajrë grupi, Gjavit Sadiku, edhe me aton kur shkojmë në përmbrëmje, dikun edhe jashtë kur shkojmë obdim pyesin çka ki jemi në vëdje, edhe tani ai këtë shprehje në përdor gjitha, vëdje Gjergja dhe musliman. Ç'është takshilon këtë emën? Këtë emën e kom, edhe emnin e kom pi babës, bashkë me qifte. Po edhe emnin e kom pi babës, babën e kom pas shkollum edhe atë vetare dhe u mundu gjithë emnën familje milion emna sa ma shqip. Me kuptim edhe me thonjë. Feja dhe kombi janë Po. dy sende tjera. Jo, po nuk ka emën, nuk s'do me thonë që është jo fetar nëse ki emnin Gjergj, kurse si, për mu nuk është emën nuk paraqet feja. Unë e krenona edhe me emnin, edhe me kombin tem, po edhe me fejen, Tamam puna. që më kalon të partë para muhe. E ma larkë më stim që ishte. Ku jeton të Gjergji, ka i tje? Unë jam Raovic jetoj. Raovic komuna Preshevës, po. po. Raovic komuna Preshevës. Na si familje jenë atë ardhëm një fshat është këtu në Gosponicë. Gosponica. Po. E ti që do me thonë jeton Rovic nga Gosponica, do me thonë po me kon jeton Rovica, ke familje? Unë për momentin jetoj me gru, me fëmijë, kom 3 fëmijë. Shumë Dy vajza, një djalë. I përshëndesim ata ku të shoh. I përshëndesim. Sigurisht kanë mëna ndjek edhe ata tash. Po, edhe unë shumicën e kohës jam në lëvizje. E kom shpijen në Raovic, po s'kërkejt artistët. Shumicën e kohës jam, thuj se ma shumë jam jashtë në Zvicër, sidomos. Jam që shumë vjet jam në Zvicër atje. Me muzikë? Po, me muzikë. Mirë, edhe ajo është në lëvizje. Edhe ajo është lëvizje. Kur të ka ra për herë të parë me dalë jashtë me bo muzikë dikun, jashtë shtëpisë. Edhe qysh janë nisën me ardhë, qysh e kuptuan që ti po dhe me bo muzikë thjesht. Po unë si fëmijë me Qefteli kom pas koncerte, festivale. Ku shkoj? Gjithka, nuk konë koha ish Jugoslavijës. Po? Po, kom pas koncerte, festivale, gjithka në Kosovë. Tane për para kena shku edhe këtu, në për Bujanac, Leban, këta që i maj men pak ma shumë. Ti shkosh me Qefteli? Po, me Qefteli kom shkuone. Kan pasar këta estrada, këtë për para se që ashtu jenë majtë festivalet, shoshnitë Kosovës, gjithka të Bosnjës, Slovenijës, këtë bashkë i kanë majtë. E kështu, sa i përket tani muzikës popullore, kom punu në Kosovë pak, në fillim, edhe hera parë me fillu me estradë bashkë, kështu me këngëtar të njoftën me punu, me një lokal, ju më konë të bo muzikë, edhe aty kanë ngu këngëtari, ki Gjavit Sadiku. Ti shkova aty me Qefteli? Ja, këtu kom shku me klarinet. Me klarinet, Do me thonë, prej atëheri ti tash nga Gjergj Jusufi u bën në Gjergj Presheva. Gjergj Presheva, edhe këtë emën e kom pi Gjavit Sadikut. Po, tu jes nga përmbrëmje, ai u kon kryesori, po e kom edhe pi shumë këngëtarëve. Se tu jes nga përmbrëmje, nga për gjithë ka... Në për qytetet ndryshme, vende ndryshme. Po, tena këngëtarët është, kjo shprehia, hajde ti me klarinet, Po. Edhe është kjo, hajde Gjergj Presheva dhe është edhe kjo pjesa që zakonisht prej Kosovës kur janë krejt rreth i shoqënora dikush Gjakopi e tjerë edhe ti Preshevës ata nuk ta ndrojnë më në thonë veç Presheva di. Gjergj Presheva unë ashtu njohin këtë. Kur ja ke nis me ngu muzikë, kur ngojshe muzikë? Ku ngojsh një muzikë, në radi, në televizik, që ngojsh që ti muzikë, ku e di që çfarë muzike me për para se fëmijë televizionit jem konë. Rrallë në herë, kur e qëllëshmi në program që ka pas muzikë, ma vonë të në normal edhe kasetofone, po kur kom fillu me klarinet e kom pas shumë problem. Se s'ka pas kon me ndëgju në atë kodë, do me thonë. Edhe u deshke shumë problem me shku në Prishtinë, në Kosovë, me shku, a më pëgjeni kaset. Ku i gjeshtit një me kasetët me ngu muzikën, a? Po, kaseta kishke plot kështu këngëtar, po
klarinetista që unë kisha qef me ngu edhe me mësu për tyne, u kon problem. Mi Mi sigurua. qetë, po. Ku i sigurohesh që zakonisht? Ku i gjejshe? Po në Prishtinë ka pas ndodhë, edhe deri në pej kum shku për një kaset, po u kon një klarinetist i pejës. A i tash veç ka ndru jetë, Gjaper Ibra, Aha. Me siguru du me thonë materialin e tine. po me siguru materialin atine, me ngu për atine, diçka me mësu, tane Afrimaliju në shkupit Siri e kum pas ngu shumë, edhe i dole kum pas bekimin Preshevës, Bekim Alijon, na e kejtë e njofim Presheva si Dajabek, muzikant shumë i madh, edhe po të kallëzoj drejt, nuk ma mendja edhe Presheva a e din çfarë artiste dhe çfarë muzikanti kanë. Bekim. Po. Për klarinet, a? Çka dëshoj? Çdo instrument. Edhe Çfarë çdo instrument është shumë profesionalist. çfarë muzike më shumë ke ngu më herët? Se për shembull tash sot është pak më ndryshe ngoj Po. muzikat xhanret Po ndryshme. kem fëmijë me çifteli, ku ngu shumë këngë, masandej, Kush janë ata Me këngëtar gitarë. se na i dim do po po jam këtë këta Sheqit Servadiku, shembull, u kon, po Mahmut Ferati, në të kujnë kon Naima Bazi, Mirja Bra, kena pasur koncerte, E ma kujtove që Me- si me Srvadikun këta. ku e ka të një kam që e ka himni si osmija ku e thëshin Shqipërin e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua, se jam kosovar, Shqipërinë e dua, se jam shqiptar, Preshevën e dua, se jam preshevar. Qa që Srvadiku Po. ma kujtove se ma kujtoj Gjergji punën e kasetave kur e pat mi siguru kasetën. s'pani herë këtë muzikë. Po. Jo muzikë Ja, e ajo ko u konë qashtu, do më thonë, që ta jënë konë të formë. Edhe sot janë, po me kohë, gjithçka, tash kanë dalë edhe këngëtarë të ri, edhe Kur ja fillove me dal prej telave në Frimor? po sakt me vjetë tash nuk e di, po dikun do konë para lufte. Veç kur e kum blek klarinetin e parë, 98. ja kum nis me ushtru, Ku shtrojshin e me Gjergj? në shpi. Shpy, e ki pas do një Shpi. studio të ndër? Ja, në dhomë, kështu, Po. dhomë dhe thjesht, ku më ushtru aty, po, ku më ushtru shumë kod gatë. Kod gatë edhe, ja ku vëdi në pa ta bo mësoshe për ti? kushtim, I ku në mësoshe? vetë të ngu, Autodidakt. po, autodidakt të ngu, Çfarë një muzike po ishe ma shumë kur ushtrojshe? Çfarë ushtrojshe? Qysh? po gjithçka, kena ngu këngë të vjetra, këngë të vjetra unë i kum pas, kështu pik dop, po ma me qef që e kum ngu edhe e kum ushtru kon muzika jugut. Ah, Po. ajo Muzika muzika jugut me saksofon apo me Me klarinet? klarinet, në të na njofi si muzik toske. Po. Po, e kum ngu edhe turqisht edhe Normal këto zhanre balkanike, tjera, greqisht, anglisht, Po. paka turqisht, shumë po. bugarisë. Për momentin tash ka ardhur koha, sidomos të na ndarshma, edhe të na instrumentalistët që jena pak ma në të formë pozitive, mira pak turqisht, edhe pak Me bugarisht, përzi pak orientale, po, a? si në kënim. me bo turbo. Sotit pozitive me kënim, ka pak edhe tallava, nuk di me kënim. Jo po. Konsideroj. Po, kjo është, pak Ashtu- është për fat ashtu- keqa mo, E Ashtu nëse na janë të edhe kishmi lutë kërkesat. ty, Gjergji, me bo diçka me klarinet, dhe një pjesë, dhe një farë simfonijës jugut, ta kishmi mujt bojnë pak. me bo diçka. Çu shikon ata? Sa mja bo që jepit, pse Po, ja. me qef kishmi ngue. Po. Me qef. Të lumt, Kjo- është lumt. Kjo ke, Kjo- kjo ke, Për qefin e ju. duket pjesë prej Kjo është general pjesë Gramafoni, ja? Genera gramafoni. Këto një fësi kaba, në përgjithësi. A, kaba. Po. Kaba qugët, ka tash. Po na genera gramofonin e njohëm më shumë shkaku edhe i filmit. Film. Po kryesisht për filmit këtu e po kena. pjesën kaba.
Qurgut. Është një pjesa ku, domethënë kjo pjesa muzikore që luhet për atë fëmijën, që ai domethënë çon shumë edhe ky kur ja nisë me klarinet ai qetësohet. A të ka buva ki diçka e tillë që me muzikë, me çifteli, me qetësu dika nëse me thonë Shumë herë ka bova ki. a ka një rast që mujtesh me dom me një. Po tash nuk është që i mojnë mend këtë rastë, domethënë, ama ka bova ki, sidomos në për dasma ka fundi përpara u pi edhe alkoolin pak më me të madhe. Edhe ka njerë kur vikaj disponimi. Gjergj, të e ngutash këtë pjesën shë ekzekutove, të e ditë ambientin edhe studion ton, më kujtu kjo punë akustikës. A ka këtu të në akustikë, në qitë lokal? Këtu nuk ka shumë akustik, se është problemi është shumë e veshme me bez. Aha. A vëdi të marrë për të pijëve, për erdheve këtu. Akustika zakonisht bëhet në plaka, ku është lokale ku janë parë. Restoranteve me plaka, po që ato përbojnë? Jo, restorantet e kanë një qetër problem me for realitetin duhet me arsjetu edhe restorantet. Se puna është... A kanë akustik restorantet? Kanë akustik, edhe akustika nuk është e mirë për muzik live. Nuk është e mirë, mas pari edhe dasmorve ju pengon shumë, që ajo zhurma që tankona, që rinë të anku njerës. Ola në myti muzika naltë. Se di se pse një me Gjergj lishoj muzikës zonin shumë, unë mendoj që diçka më shejnë ati. Shure, problemi kryesor është te fonia. Fonia, mas pari, problemi kryesor është te fonia që duhet me pas foni original. Apo kupton foni të mirë me pas, për me dal muzika, sondi me dal i mirë. Problemi dytë është te plakët. Po pse për këtë plakëve unë e tash që restorantet e asjetoj shumë të madhe se puna është e pastrimit. E pastrimit tash edhe dikush ka të pijat shtrejta në restoran, lokale, blenë. Ajo normal që për akustik është ma mirë. Po i në tekët dikune nëzejat me alkohol, nëzejat, i derë pijat e bon, ku e di unë shka? Po, për shkak të menaxhimit. Po, e qëtë cigaren. Edhe për më pastru është pak marron edhe për atë problem dhe me thoni unë personali arsjetoje. Po Gjergj, ne na shkojmë me qef ndarsëm, na thirrin, kemi miqasi, kemi njerëz që na dojnë, edhe shkojmë ndarsëm, edhe shkojmë edhe ku shkojmë aty drejtin dojmë do syngjera në vesh ose do pamuka pi zonit nalt muzikës. Nash kemi qef me ngu muzikën edhe kemi qef se muzika qetësone, të relaksone, aty tash po të iriton muzika pi zonit madh. Edhe shpesh raste smirët vesh as shaknona, as kuknona, cili instrument është tash ka po thota. Ashtu knua, ashtu bërtita, nuk e di, edhe krejt ku dalmi pi restorantit thëm shqyqyr që dole ose sidomos ku të ha darka, shqyqyr që unë dal. S'duk duhet me thonë për muzikën shqyqyr që unë dal. Unë e të kallëzova aty, me herët që këto janë problemet kryesor. Tash është pak edhe më s'foli shumë me kritikua, si fenomen. Më spari për kritikoj vetën, pak edhe kolegët e mi, një shumic, është pak ndikon edhe lodhësia. Lodhësia e pak edhe ndodha jo më mshe, pak të mendu që zoni, majnat, të vedi, jo me mshe kvalitetin. Se une, që shknoj, unë e knoj qashtu, si me pak zo, si me shumë zo, ose që që bi instrumentit i bi njejt, po po Gjergji, a këngëtarja imponon përmbajtjen e darsmës, këngëve, ritmit, apo publiku, se zakonisht thujnë po lypin që shtu, kërkan se ndi të lyp që shtu, do këtë vetë këngëtarja imponon. U ko një kohë kur këngëtarët e kanë imponu, sidomos po foli për muzikë të lava, se unë jom i vetëmi, lirish mu i me thonë, i vetëmi muzikant këtu në Lugin Preshevës që kur nuk e kum kritiku, as talavajnë, as muzikën turqisht, as këngëtar këtu, se këngët e vjetra, gjdo muzikë që di njeri me bo mirë, është edhe talava me dit me knu mirë, unë e punoj me plot këngëtarës, në për Zvicën, në për asin që knojnë për një me, knojnë mirë.
E bojnë Edhe- mirë, që ato edhe shaj bojnë ta mirë. pranon beshi, po. Po. Çdo muzikë që e bën mirë, është e mirë. Për mua e tash një shumicë kanë kritika pak jashtë normave, apo di, është më kritiku se normal nuk është muzika jone, po jo çat jashtë normave, po kupton se kur po është një moment atmosfere, jo me praktiku shumë, po një 15 minutë, pse kënon nuk Po, bëhet. sigurisht, ajo muzika e ndikon edhe, domethënë dasmor që janë aty për me kërcy ose me vallëzu aty është sigurisht ndikon muzika 15 minutë që po thua se. Po çat ku çka preferoni më shumë me kënu në për darsma? Se për shembull nëse diçka dhez me një darsëm, është domethënë që ju e parapëlqeni që ato me kënu. Unë kom punu edhe me këngëtar, shumë që kanë kënu shumicën e kohës, mos tom edhe komplet darsmën kanë kënu veç këngë shqip. Këngë shqip, këngë popullore, këngë vjetra. Po edhe unë e preferoj më shumë këngë të vjetra, këngë popullore, jashtëm për jashtim kur vjen dikush e kërkon, po du me më kënu tallava, tash të pak edhe me ta thonë drejtën edhe mbarmi piksajnë pune. Po sigurisht është shërbim. Me kërkesë diçka tjetër. Te na plesh kanë thonë që është vendi, bën e ku vendi. Po. Po kupton. Ndoshta me qep nuk është që e knojmë, po mos Është e di kërkesë. aton me knu pse mos më ja plotsu dëshirën. Mu më intereson në fund dasmës, dasmori më thon faleminderit, kemi kalu mirë, Që e ki bu? për mua është ajo kryesorja. Edhe tash një me më kujtu ku po thush faleminderës, po pe angazhon muzikën, orkestra po vjen grupa, muzikë live shumë mirë. Dikur po thonë pelishojmë DJ-in. S'pe kuptoj këtë qysh Shumicën e dasmëve tash janë të i bërë trit, rinia. Edhe na faktikisht janë në barën për rinijës. Tash që shtonjë rinia, duhet me bo. Po, unë e kom një vrejtje se në shumë e raste pak si herët po lishohet kjo puna DJ-t. po ne po jetë pasiv më orkestra. Nuk e shoh të arsyeshme unë, shembull, ora 1 ose ora 12:30 me lishu DJ me një darsëm. DJ bon më lishu 15 minuta, 10 minuta para se më kry darsme. Lishon DJ, edhe janë nisim misafirët ka pak me dal. Po, mo jo ora 12:30, ora 1 me lishu DJ, edhe faktikisht si po lishu DJ, misafirët e na kanë e kuptojnë ato që dasmi u kry, edhe duhet me shku më njerë. Po, ndoshta Po, është është një gabim mesazh që ja japin domethënë dasmorëve që nëse u kryet apo ti. Se edhe ai dasmor që të boje darsën, edhe ai dasmor ka shpenzime, e pagun restorantin, e pagun muzikën, edhe muzikët në dicotit dihet që secili është ma shtrejt. Po. Sigurisht nuk është Po, tash edhe me shku që ora 9 me shku në darsën, ora 12 më këthy në shpi, unë nuk e shoh shumë të arsyeshme. Smaku. Ju tha që ma shumë kënoni këngë dhe vjetra, po qësh është disponimi tjerëve, ose për shembull ju shkoni, thash edhe më herët që muzika e bën disponimin aty. A janë të knasht, a mos ju thonë helbet, ndrojbe, bëne pak me i herë. Ka pas raste që edhe kanë thonë ndroje, po ka pas raste që edhe midis Zvicrës, në Zyrich, në diskotekë. Shembull jena konë të knu tallava, se zakonisht Zvicën, Zyrich, knuhet tallava. Po jena konë të knu tallava, e kom dëprej në moment, ja kom njës shembull një këngë vjetër, shembull ta more kam pas një aran të vjetër, ose po Kandil Garip, ja kom njës, kejtë salla kanë knu. Po nuk është që edhe popli nuk i dojnë këto. I dojnë popli këngë të vjetër, po tash mbarët edhe këngëtari, pak shaj imponon, unë me dëshirën teme, kom qef me knu ma shumë këngë popullore. Ta thash, po, ka njerë me pas mundësi, ose me ditë, për respekt të rinjës edhe rap, kisha mundu me knu pak veç, me ja plotsu dëshirën se
A dëgjoni me muzikë rap ti? Rap nuk është që ndëgjoj shumë, unë e kom nipin, gjallin e motës e kom, është reper edhe Cili është ai? është i njoftën, është Nilbi, Ah, si Nilbi, po. Gjilanit. po, e kom gjallë, Përshëndesim ato. edhe unë e përshëndes ai në Perfekt. Suedi, në Suedi jeton, Kemi me thirr ku vjene. pa tjetër, Po. pa tjetër, unë ato ne kom gjallë motë, edhe me ta thonë drejtën, për rap, ato ne kom ngu pak E ngoj edhe unë. edhe atri që është Nipi jem, që është do me knu, për mu është, Ja, është për i mu mirë. është, Ja, është i mirë. I mirë mu është. është këngëtar i mirë, E ka të këfjallte, ka të qartë. edhe ka di kry- që shumë këta të rritë ma kam përmend shumë rastave, di, e kam përmend edhe do se kanë ditë shembull që ishtë lidhen familjare, po, Mhm. Angon muzika anglisht gjerë? po ngoj gjithçka, gjithçka ngoj, po, varet. A merr dhurata CD-ja për shembull? Marr dhurata, marr sidomos, marr pik kolegëve të mi kur e bojnë ai album, nai marr shpesh kështu dhurata, kanë qef me marr albumin atinve Me ngumi apo? me ngu, me këshyr, se na jena këtë kolegë, kena bashkëpunim, kena fjalë të mira, po kena edhe kritika, Njerëzore. po, kritikat janë, pa kritika, Gjergji, tash do i din, po do nuk i din këtë dallimin e saksafonit edhe klarinetës? Se ti bën muzikë edhe me saksafon edhe me klarinet. po, për mu janë njëjtë. Po, Po, për mu janë njëjtë, saksafonin më shumë e përdor me puna atmosferës. Atmosferë bëhet edhe me klarinet, po saksafonit pak të do na me thojnë i më shon vesh më shumë. saksafoni. njerëzve. Po, Me cilën bëhet gazelli, me saksafon apo me klarinet? me dyjet bëhet. Am. Po, me Edhe dyjet. klarinet edhe saksofon. Po. A kështë mujt diçka më na vonjeve me saksafon? Mendoje diçka që kishmi bo për krejt ata që na përcjellin, për krejt atë publikin e madh që e kemi. Po saksofon të na kjo rajoni jon, una jon, që shtojnë, zakonisht që dojnë ballën e çiçekit më shumë. Çiçek. Edhe vallet e tona, vallet tradicionale që janë këto, Po, dimkën Dimka, Miratocka, po, Valja Gilani, Preshevka, E preshim. Pembe diçka. po. Po. Lumë gjerë për Kjo është Pembe gjithmonë Pembe. Kjo koshën ke- bashkë me neve. E bukur. Tashmo po të shoh me edhe na për videoklipe, me këngë, me duete. Që sa ja fillu, unë e pedi që ti din këtë tekstet e këtë këngë se i ki mësu ma herët me instrumente. Po unë në përmbramje në Zvicër, kum knu, shto po një fa shpreje të na përdormi shpreje pak, është pikornerit ka një, ka pak. Po, nuk kum dash, Zoni i dytë. po, Ja. problemin më të madhe në kum pas se u kum problemit të tekstet. Të tekstet, gjithmonë e kisha dyshimin, apo di, a më një majt tekstet se, po, a i shkon problemi më i vogël. Me maj tekstet me. Po, Po. me E majt kena tekstet bua me, edhe një a i shkon problemi më i vogël, tash edhe tu knu, tash edhe mua edhe si këngëtar, veç, jam të punu, Që sa ki fillu me punu si këngëtar? që 4 vjetë, do me thonë, veç jam edhe të godit kështu, edhe Do me thonë si këngëtar. darsma të mija, po në Zvicër, mua që Po. tuj se shumë, Do më thonë Shumë më përshoj shumë, edhe si këngëtar. më shumë ka Zvitra, a Mbreshiu më shumë. Preshev kur është sezona darsmave. A bërë ka Maqedonia të muzikë, Po, se zakonisht Po darsma kemi në Maqedoni, këngëtarët e tonë shkojnë shpesh në Maqedoni. zakonisht, kom në Maqedoni, në Kosovë, kom shumë, Aha. gjithka. Po në Maqedoni, edhe që i kemi darsme.
Kush po ti shkruan tekstet, Gjergji? Tekstet mi shkruan një shok i jemi. Po, me shok e pas ke fundin. Po, me shok e kom punë. Në ato kom fillu tekstet e para edhe nuk e kom plan me ndru. Okej. Po, e kom shok shumë për zemër, është edhe këngëtar, Vullnet Saliju. Vullneti Rovicës. Vullneti E përshëndesim Vullnetin, që derpi dhe lijem në atine. Po, Përshëndetje. Vullnetin e kom për tekstet e mija këtë ai. A ju ka ro në herë kështu për naj tekst me thonë s'po m'pëlqen që kjo e ki bu këto? Në ka ra shpesh. Jo s'po m'pëlqen. Po tash teksti kur shkrut pak shkrut edhe në bazë të vijës melodike. Apo kupton? Po. Ka edhe kangë shembull që në kom poezi, i kanë bo kangë. E tash pa tjetër ja dush me hek dikun diçka ja mishtu, diçka për me mri. Për me ndreq melodinë, ritmi melodike për me mri. edhe ritmi. Që do tamo zakonisht unë E kjo jam i kënaqshëm. E falenderoj shumë. Sa albume dhe tash i ki bo? Ose sa kangë me thonë? Albume i kum bojnë 5-6, nuk jam tash i sigurt, po kam edhe me kangë të knume. Me kangë kështu, si projekt. Po. Kam edhe kangë, kum bo bëja ki kangë edhe kangë të mija që jam personal. Të mija të vijen melodike të shumica kangëve kum bo vetë. Po, kum punu në për studiot njofshme, kum pas edhe muzicien. Kum pa do klipe me edhe në duet, edhe po duetin e pare kum bo me Afrimalion. Po. Afrimalion. Edhe një kangë diçka është për Preshevën, diçka? Një kangë për Preshevën ato ne kemi bo herë të konë. Po, një kangë ja kum bo edhe për një dëshmor tonin. Po për dëshmor, okej. A kështë mujt dinjo më na kujtu, Gjergj, nëse spriton në një prej kangëve që të kujtohet tash, qoftë për Preshevën, qoftë dinjo që te ki ma afer më na kujtu. Edhe nëse dim na, unë e pashtriki ta majmë zonin e dytë. Pa tjetër. nëse muj. Pa tjetër, unë peknoj një kangë vjetër. Po. E kom shumë për zemër atë kangë edhe për para kur s'kum kënu, unë shumë kum pas tjep kur këngëtar të knëshin. Ti e lishi instrumentin knëshin me ta? Po, isha që për shka jo. E nëse pas ke pas një pikë më shirë. Okej. A ti duhet me pas shumë një farë. Se e mani vijen. Do të mundohemi, shkërzeni pak ma shumë. S'pas ke pas një pikë më shire, që zduro, vamaj si sot, gjanë mamaj, që zduro, vamaj si sot. Bravo, veç kundrejt zonit tonë unë e pashqiki me tonë. Ja. Nuk jena për këtë sportin. Kundra fillimit mirë. Diku nuk u kapu me një vend, u kapu. Është perfekt është. Nuk është sporti joni. Ku po ndihesh ma mirë ku po bën darsma në muzikë? E di që gjithkohë është mirë, po ku po mendon se bëhet ma shumë atmosferë, edhe darsmët bëhen ma të organizume? Për mu njëjtë është gjithka. Unë e kom mirë, këtë shkoj mirë, e kom respektin edhe për njerëzve, edhe darsmën varet edhe për familjes. Ka familje që pak janë ma të natojnë ma gjimvishli. Ka familje që... Ma të haresh, ma gazmor. Ka do familje që darsmën e bojnë pak ka shumë më stonë, po si që u bosin një traditë, vëdini. A vesh se është zakon me bua dhe... Po, është zakon, po... Normal, unë mas mirë të ndina, tash, çdo njeri ndihet të vendi vetë, ku i njeh njerëz. Ku i njeh njerëz, se unë këtu më Preshevë, ku të shkoj ndarsëm me kënu, shkoj si, me shku si në shtëpi teme me kënu, si në familja teme, se i njoh këtë.
personazhin, nonën, babën, vjerrën, Hi- dajën, axhën. Kejt i njoh. I njoh familjarisht, na Presheva jemi vend që njif me kejt familjarisht, edhe ju mundu me... Është edhe me kjo rujtë pjesa atë domethënë respektin. që i Preshevës i di ma shumë që shkojnë në rende, që shkojnë qysh duhet më konë kur të jenë usja që duhet me bo dhe Isha ka qef vjerë, isha ka qef... i di edhe Ja. domethënë shijet e tjera. Ajo është shumë normale, une ku të shkoj ndarësëm shembull në Gostivar ose ta ma shembull ose në Kosovë dikun, une shkoj me knu 4 orë aty i bje me knu, derisa që jam mësoj jem në 2 orë më shkoj. Po. Apo kupton se nuk është njëjtë si kun vend tonë dikur i njef dikon pi fëminijës. Edhe ja di emni, ndikon ajo njofësia, je ma i lirë, ma... E këta gjergji, këta këngëtarët që janë nisin me lujt rolin e geografit ndarësëm të thonë, hajde Rainca, hajde Miratoca, hajde Zhunica, hajde Presheva, hajde Bujanoci, hajde Kumanova, tash ti se dia po jep lan gjeografi sa... Është të thirr me shku për qatë vend. Ajo ka me thjesht si një shpreje, mi ja përmend vendin, Ose mos është kjo pjesa që me këshin mos është najkush i kumanu Me ose si vet. edhe ajo është pak a shumë, edhe ajo është pak a shumë, po jo, kjo është thjesht një shpreje, apo kupton që i njeh shembull që është dikush i Ravicës ose i Preshevës ose i Gjilanit. Po kur respekton është okej kur e din, po. Po, kur e din, e kur se din, duhesh këtë mi përmend ka pak. Derisa të S'ka qilloj dikon. Po me mund zerdi që duhet. Apo keni më shumë dashur me dimnit apo verës? Jo, verës. Verës, unë kom edhe jashtë sezonës kom dasma, edhe në Zvicër kom, Gjermani kom ka njerë, dasma, po mas shumë të në Zvicër. Apo shpunoni me kamermanat, me kamarierat, me restorantat, që shkini marrëdhëniet? Unë kom respekt për kejt. Respekt kom maksimum për kejt, edhe kom qef kejt mi pa mirë, kejt të angazhum, kejt me punu, se kejt kam familje. Si unë që shekom. Po, edhe kejt duhet me punu për një familje. Unë personal kom qef mi pa mirë e ma mirë. Po, e tash qertë për mua, është problemi. Gjergj, kështu, nëse sot nuk ishe konë këngëtar, qa kishe pas me bu diçka tjetër? Këngëtar. A feta? Unë ta thash më herët, unë A ke mendu në herë me thonën? ta thash unë Po bona nuk jum bo muzikant mas shumë vjetëve, ose apo s'po kam shumë bo, ajtë bona muzikant se kish pa. Ha, po. Nuk e kom nisu muzikën ashtu si fëmijë. Se unë kur e kom fillu muzikën si fëmijë, nuk ka pas pare. Ne ka bova ki Raovic Preshev. Çdo ditë prova, na kena udhtu në kom. Sa skera s'ka pas. Atëre u kon, Ama pasioni për muzikën që jepi... ka bova ki shembull, mund ka pas ndodhë nere, veç mira pa klarineti, pi Raovicën çukar, koni pa lokali, kena shku në kom. Veç mira pa klarineti, taj meraki u kon. Apo kupton? Përveç restoranteve, a keni këndu edhe diku tjetër? Përveç restoranteve, në restoranta, se na kejt i thonë me restoranta, edhe diskotekëve, edhe kejt i logarismi si restoranta. Po, kom punu Diskoteka sidomos në Tregova, kom punu në Kosovë, në shumë lokale karatash, do me thonë, kohën e fundit, kom punu edhe të një lokal. O, mos ja përmendë se tani do mimi vo sponsor. Ata pronat, shumicën e restoranteve pronat i kom edhe jaranat, shokët me. Po, shumë. Po, kështë të përmend, të e cek, 2 lokale, do me thonë që kom punu lokale pak ma me eman, edhe lokale për një met, shumë bukur. Që i kanë thonë rëndësia asojnë pjesë, do me thonë edhe... Në Zvicër është diskoteka Makumba, që kom punu shumë vjetë, është të njofshme. Qenja. Edhe i dyti. Tash, ma prit më ka ndodhë në Kosovë Princesha Pallas, edhe ajo është diskotekë jashtë normave e bukur. Janë bende ku kom bo muzikë, po kom bo në shumë lokale. Kur po vjen të shtëpia, kur po ki pushim, apo miresh me muzikë? Çdo ditë. Po. Çdo ditë. Unë
instrumentin me pas aty edhe spaku bërën 15 minuta pa ekzekutu diçka. ja, Një me të shoh mi kanë njerë hin live, ble rrallë hin, se na kemi qef ma shpesh më të pa live. po sti kjo puna live-it, normal edhe une kom qef me I pak ma shpesh, po kanë herë edhe shumë shpesh mund me kalu në monotoni, apo kupton. E për atë arsye kum lon rrallë të njerë, po Kur rrallë për mallë. kur po je I lodhën, për mo qlodhë, cilën instrument e merë? Klarinetin, saksafonin, qëtelin? Une I lodhën nuk është problemi të losia, po kur e kom të një hall ma të madhin, unë e marr klarinetin, e qetësoj. Po, Ani se s'ki hall tash, po akshmi, marr klarinetin me bo diçka. po e morni be. Edhe po të lus për herë të fundit, mos mu të lut ma shumë se... Ja ti mo. Ja. Jo, veç ta du me thonë ata që na shohin se Gjergji, përveç që dhe me këtu shumë mirë. Ti shkërzën ke pas shumë Gjoni kërkesa sa sot. Shumë mirë bën edhe muzikë me instrumente. Edhe Vesh- kjo do me thonë që është artist I kompletuar. Vesh kalzoni shka po keni qep, apo do një shqipa, turqisht. Po pse jo, ko kam mirë një se shqipi bonum, ko kam mirë një gjuhë qatër diçka një instrumental ndryshe. Turqisht, greqisht, bugarisht, çfarë muzikë është art, cillën do kohë. Faleminderit shumë Gjergj. Kjo është valle dhe këngë është. Turqisht është. Unë është tepër e dëgjueshme në rrjetet sociale. Si më është përstrik? Emri nuk e di, po e di që është tepër e përdorur në për Istanbul. video, në për. Istanbul, ola lea, s'di në turqisht nuk di me shqiptu mirë, po më zgabofsha. Ka mundësi. A mo është valle Që njohshëm? është tepër e shpërndarë në për rrjetet sociale dhe Tu zakonisht unë edhe muzikë turqisht na kemi ngu pi fëmijë, pi kasetëve përpara, e kena pas mall me gjetë një kaset videos me këshir një film që në kom të aktorë, po. I bëjnë të atleseja, se si ka mos ta, të ngu shumë, edhe ku mësu edhe turqisht, po normal, muzikën turqisht e di me të qëllu në i darsëm, në i misafir. Me Ose një na kemi edhe preferencë. shqiptar, Po, po, që jetojnë në Turqi. Po ka shumë edhe pyetjeve që vinë prej Turqisë Po, edhe vinë misafir. për me nderu me një Edhe- muzikë, me një melodi, me një. Kur ki mundësi, pse mos më Po bo? more është mirë. A ndikon muzika me dash një nacionalitet, një komsi qëtër? Po muzika, Se muzika turke, Muzik- greke, muzika- bulgare. për mendimin tem muzika nuk ka kufi. Po, edhe për mendimin tem normal, na I kena tash se cili kombi ka ato problemat e veta, mos tina të punë politikës, unë ka politika jom. Të na Ja, po. Ti artist, Po, ti ti nuk ambasadori joni gjithka. Po, Po. mos tina temën e politikës, po për mu muzika është diçka internacional, muzika sporti. Këtu duhet më konë internacional. Apo kupton normal. Për momenti kur je në shembull kur nervozohemi njëri me tjetrin një javë s'dojmë ja përmend as emrin, apo kupton? Se çashtu janë emocionet Njerëzore, që Mhm, po. po. po e leje mo tash që kanë ndiku pak edhe këto probleme, këto luftet, po Po a mund më konë muzika Normal, për mi po- bashku njerëzit, mi afru njerëzit. patjetër. Nëse muzika, nëse arti edhe sporti nuk I bashkojnë njerëz, unë nuk e di kush mund më mirë. A del natyri, që mirë është me natyra. Dal, po nuk është edhe që kom kohë shumë edhe dal të brana në Ravic, Që po. po aty dalmi na kena, Po, e kini një vend që një park natural, thuj se. Po. ajo është perfekt, aty dal. Po gjumë peshkave që po del me kalu kohë. Po ka njerë edhe gjujmë, po unë, ka njerë,
ka njerë edhe të quim. Po. Ajo është pak edhe, ajo është një par relaksi i trunit. Po. Jo gjithkush mund me ushtru atë pasion. Duhet me pas durim shumë. Rallë, shumë rallë, se koha, mundësitë. Po. Gjesh na folëm për muzikën, aktivitetin tonë në për darsma me të rije, me thënë. Sa mendon që të rijët janë të hynë në këtë biznes shumë? Sa ka aktivizëm për atëve në këtë pjesë? Vallai për momentin janë shumë më të madhe. Ama është ma shumë Po. si DJ, apo janë të shku për këngëtar, do më thënë me këndu, me Edhe si interpretu? këngëtar, edhe si DJ, edhe si instrumentalista, edhe duhet me hy sa më shumë. Duhet me hy. Konkurenca është mirë me pas. Konkurenca është shumë e mirë, se del kvalitet, del. Po unë i kisha preferu të rive pak me kushtu ma shumë rëndësi profesionalizmit. Pra me shku Kupton, me, jo, me Ta studiu, thash me që edhe da. kjo mu bo muzikant, po bona muzikant se kish pare. Ose hajtë ta bëj unë djalin, ose nipin, ose aton, ta bëj muzikant se kish pare, vri. Kjo është gabim. Mhm. Se çdo profesion ka pare, edhe stomatolog shembull mu bo, edhe mjek mu bo, edhe aty ka pare, po nuk mund ti me zor mu bo. Po, me mja dhon talentin dikuj. Po, duhet spaku talent me pas. Talenti është, unë ta thash talenti është me t'leme, as shkolla, as fakulteti, nuk bën profesionalist nëse nuk jeme. Çka janë, çfarë time përmbojnë këngët e tua më shumë? Unë i kum përzi paka shumë, kom edhe këngë vjetra që kum bo, kom do këngë patriotike, po edhe kom edhe disa këngë balada kom Ku i gjem Për të të kanë ri- mingu Gjergj. në YouTube, Po, qysh mi lyp Gjergj Presheva. Gjergj Presheva. Po, Gjergj Presheva në YouTube. Unë të kumë lyp veç në Facebook, edhe kur në lishja live, ta vëshja një zemër në koment, që ka që mu isha. Pa tjetër, Një lloj e shifsha një lloj dhurate, një lloj bakshishe, ajo thishë. Zini mirë, Online. online. Qyre pedi që 4 orë 5 me nejtë me Gjergjin të bo muzikë nuk mërzitësh. Edhe zakonisht është interesante mingu të bo biset ka që lirë shumë njerëzit që bojnë muzikë edhe që janë artista, sa ata zakonisht i ikin intervistave, i ikin prezentimeve, zakonisht ata thënë mu le me knu, mu le me bo muzikë, unë e di që të mas mirë, edhe për një me e din mas mirë. jo, unë vetëmi probleme kom, kur jam misafir në darsma, hajde që me valzu, unë me valzu e kom shumë problem. Për me folë, me bo muhabet, me bo muzikë, sa që dojnë pika Ti veç për i thu, ama mikrofonun e di çka bëj me ta. Po. Edhe kjo është shumë e thjeshtë, mund më konë artist, mund më konë gjithë shka në jetë, po je njeri, Po, Mhm. apo kupton, artisti, ose mjeku, ose kesha kjo ajo është një profesion, qashtë. po ti je njeri edhe dush me pas respekt mu sjell si kejt njerëz tjerë. Gjergj, faleminderit shumë që ki gjetë kohën me nda bashkë me neve dhe me kejt ata po dhe me kasta që po na përcjellin edhe që po janë aktiv. Edhe këto feedback-ët, mi thonë, këto Komentet. komentet që po i marrim, zakonisht për njerëzve që po i kemi se ku pi prezentojnë do njerëz që vërtet janë gurçmushëm në vendin tonë, do me thonë, si ti, si plot tjerë mysafir para ty, vërtet janë secilin në atë profesionin e vet, një lloj ambasadori i vendin tonë edhe po na prezantojnë në mënyrë të mrekullueshme. Për ato edhe ki marrë epitetin nga Gjergj Jusufi në Gjergj Presheva, edhe kudo që shkon ti, edhe kudo që prezanton, vërtet je Presheva edhe me krenari e prezanton atë pasionin ton, talentin ton, artin ton, edhe kjo është mënyra më e mirë më na prezantu se na kemi njerëz që dinë edhe dojnë edhe bojnë diçka, nuk bojnë veç qarkullim brenda llojit. E di që kish mi bo shumë bisedë tjetër, e di që kish mi bo shumë muzikë me qef, po krejt ata shka dojnë me pas Gjergjin edhe me bo Gjergji muzikë, e kontaktojnë i kanë ato linjët e komunikimit. Na e di që kemi me folë shumë hala me Gjergjin,
Pashtrik? Po, edhe bile edhe do tema tjera të cilët ndoshta kishin më kun kurështorë dhe publiku me ditë se çka bëhet brenda orkestrës. Raporti, grupi, ku shkone, çka mi thonë, pse duhet me vonë, e tjera që besoj që herave tjera kishme mujt me i fol me ta dhe me i ditë këto. Thjesht unë kum bashkëpunu me shumë këngëtar, edhe të vendit këtu, edhe i përshëndes edhe këta kolegët e mi këtu të vendit tënë. Po. Respekt për këtë. Po kum punu edhe me se me 99% e stradës. Po, për momentin e kum bo grupin tëm, po prap bashkëpunoj edhe si instrumentalist, me thonë, ndodhë që më të i rrim. Po. Me shku një dasëm mira klarinetit, ku jam i lirë, pse? Pse jo. Na të falenderojmë, Gjergj, që ishe prezent në podcastin tonë Bude me Kast. Faleminderit të shkëlzem. Se unë nuk kënaqa me Gjergjin, me këngë, me instrumentet, ma ka bërë shumë qefin mua dhe plot tjera, besoj. Sigurisht ishin pjesë muzikore të bukura që ja vlen mi dëgju edhe sigurisht. Ju falenderoj juve shumë. Edhe unë si muzikant e si artist unë e kam obligim për juve edhe për krejt këta njerëz e Luginës. Faleminderit shumë. Luginës komplet. Mos ti dalloj të me dhe. Po e kam obligim mi artu e mi respektu e mi. Qush po me ndonë, Gjergj, fillimin e boni pashtrike me një instrumental me qiteli, qush po me ndonë me bo mbyllën, Gjergj? Ti mas mirë ti me ndoj. Me një kanë... Unë jo misafiri juve. Unë me qep, e kisha nguat për Preshevën, ose ti di cëllën diçka ma... Ti apet me ndoj e cëllën, të kujtuat tash më njëherë se tash. Edhe për mbyllje peknoj një këngë bashkë. Po. Tash kësa herë ndoshta jeni mësu me kënu. Po provoj. Do të mundohemi. O vin vaporat mojnane, bregu dhe jetit. O dini shifni mojnana, skerit e mbrejetit. O dini shifni mojnana, skerit e mbrejetit.